Me ne të ftuar kemi edhe Syhana Reqi, është ajo violiste e cila për të cilën pak dje ju kam paralajmëruar që ka mbajtur koncert këtu në Qendrën Informative Kulturore në Shkup. Është një studente e profesorit Blerim Grupi dhe kemi kënaqësi që ta kemi këtu së bashku me ne në emisionin Pastel. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësia është e jonja, si po kalon fillim, si je? Mirë, shumë më e reatuar, më pak stres kam, tash jam më rehat, kaloj ajo pjesa më e rëndësishme. Dhe koncerti mbrëmshëm ishte i fundit, apo jo, pasi që dhe të njëjtin koncert edhe në vendet tjera, cilat vende ishin ato? Po, në koncertin e parë e mbajta në Strug, i dyti në Tetov edhe i treti ishte mbrëm në Shkup. Koncert diplomimi i Syhanës, ashtu të titulluam edhe bisedën tonë. Në më thanë, në 3 qytetet e ke pas koncertin e njëtë? Po, do më thënë fillimisht nisa në Strug, në vendlinjen time më shumë për ta thy akullin aty rreth familjes edhe shoqërisë time. Mandej në përsërit në Tetov, ku ishte pak më tamam si ajo pjesa e provimit në të njëjtën kohë edhe koncerti, se ne profesor Blerim Grupi gjithmonë ka praktiku që edhe provimet në viole dhe në instrumente dhe muzikën kamertale ti japim me koncerte, ti japim para publikut se fundja prandaj punojmë. Mandej mbrëm ishte koncerti i fundit në Shkup, në Qendrën Informative Kulturore. Dhe janë në propami i keme dhe disa fotografi. Për cilje, ke qenë për cilje të pianistet shumë të njohur? Pa, Shkëlzen Basjari, pa. Këto janë fotografi nga koncerti në Strug. është mbajtur në hapësirat e Kolegjit Jahja Kemal. është një sallë aty e mirë. Syhana, kryesisht kur pregaditëm për provim, unë e di që veprat i përzgjodhen profesorët, ndërsa në koncertin e diplomimit. Si përzgjodhe, sa minuta u bë, sa vepra ke performu, cilat ishin ato vepra? Apo na flet diçka më tepër rreth këtij koncertit, derisa dalim te koncerti. Domethënë programin e zgjodhëm bashkë me profesorin. Ishin vepra të cilat mi sugjeroi profesori dhe unë i aprovova me shumë dëshirë se kanë qenë edhe vepra të cilat i kam pas ndërmend për t'i zgjedhur për diplomim. Kam luajtur Bach, mandej Schumann, Schubert, sonata Schubertit, arpeggione dhe në fund e kam përfunduar me një vepër të kompozitorit Valton Beqiri, një vepër shqip, Kaba. Cila vepër? Kaba. Kaba. Po. Sa minuta zgjate? Ishte rreth 40-45 minuta. 45 minuta, sa muj ushtrime? Urna? Sa muj ushtrime dhe sa orë në det për 45 minuta finale? Muj, nuk i kam numru, 4 vite punë dhe kisha thënë, pre fillimi kur nisa me studimet edhe me viol, gjithkohës, do me thënë, punon programe të ndryshme, po gjithmonë duke u përgatitur për atë momentin final, për atë recitalin e diplomimi, që për ne instrumentistët është shumë e rëndësishme. Orë maksimumi që mund të japim nga vetja brenda ditës, edhe punë tepër intenzive 2 muajt e fundit. Po, atë ka armë dhe njerë të funda? Jo. Jo, nuk e bëjmë. Jo. Ka pas momente, normal është profesion që do përkushtim, do edhe nerva. Ashtu ka pas nga ato momentet ku ushtron, edhe në fund nuk del. Ajo pjesa që e ke ushtru, ose del mirë, po shkon t'ja prezentojsh profesorit, e ka bon krejt. Edhe ashtu, kur do shpërblet ajo puna. Po në fund, do me thënë, momentin që je në skenë, normalisht janë edhe ato emocionet që e bëjnë të vetën, jo pak panik, pak stres. Po, do me thënë, me përkrahjen e njerëzve të mirë që i kam pas për rreth, me përkrahjen morale më tepër, atë hajde se mundesh, dhe a dalish mban, besoj që arrit ati ta përfaqësoj veten me sukses. Syhana, më dua të të pyes kështu, cilat kanë qenë fjalë që do t'ja harrosh asnjëherë profesor Blerim Grupit? Gjatë gjithë këtyre viteve studime. Ushtro nga dal, nota të plota, kujdes intonacioni.
Shikoj dallimin, kur erdhe vitin e parë si ishe, tani si e. Dhe me në motë dhe jesh edhe më mirë, çdo vit do bëhesh më mirë. Këto janë ato fjalët. Gjithmonë optimist, profesore, gjithmonë optimist. Optimist dhe në maksimum edhe shumë motivues. Po, unë pyeta faktikisht kishim edhe Zanën brëm, e cilja kishte koncert, e pyeta, dua edhe ty të pyet, cili do të ishte faleminderimi yt për profesor Blerim Grubën, për kontributin që ka dhënë aty? E falenderoj shumë për durimin që ka patur me mua prej fillim deri tash, për punën e palodhshme, për krahjen që ka pasur ndaj meje edhe në aspektin e instrumentit, por edhe për faktin që ka qenë për mua edhe si prind. Kemi diskutu bashk edhe lloj-lloj tema, lloj-lloj gjëra që ndikojnë te një instrumentist, edhe që ndikojnë në profesionin e çdo njeriu. Profesor Blerimi ka qenë gjithmonë aty për mua, dhe prandaj të kisha dashur shumë ta falenderoj përzemërsisht për këtë gjë. Sa shumë e duan të gjithë studentët profesorin Blerim. Ku mos ta duash profesorin më të mirë që do? E ka pritur të gjithë mundohen të gjejnë ato fjalët më të bukura për të thënë dhe i duket sikur nuk mjaftojnë ato fjalë. Është e vërtet, kur kemi pedagogë dhe profesorë të tillë që me të vërtet na bëjnë krenar. Do të bësh kështu. Nuk të pyeta në fillim çfarë është më kujtu më të pyetën çka e kemi diskutuar me profesor Blerimin këtë mirë, po për të gjithë ata shikues të cilët nuk e dinë çka është dallimi nëpërmjet violës dhe violinës. Ti je violë. Unë jam violë. Po. Violina është me përmasa pak më të vogla. E kam përmend edhe një herë kam qenë në emision e kam shpjeguar. Po. E di që viola është pak më e madhe, ka tingull më të thellë. Punohet në çelës tjetër. Violina punohet në çelësin sol, viola punohet në çelësin e altit. Tingëllon një quint më poshtë. Kjo është kryesisht ajo. Po përse zgjodhe pikërisht violën dhe jo violinën? Nuk e di, unë e kam patur, domethënë gjatë shkollimit, kam patur disa dyshime rreth drejtimit cilin do të mirsha. Ka qenë profesoresha Siana Badivukoja jo e cila më ka shty për të shku violë dhe mandej takimi me profesor Blerimin, mënyra se si, domethënë që nga prezantimi i parë, si u sol me mua dhe si ato veprat e para që i luajti për mua të shoh si tingëllon viola në duart e një mjeshtri si është profesor Blerimi, ajo më shtyu shumë, edhe tingulli më i thellë, më pëlqen pak më shumë. Po. Syana desha të të pyet kështu, momentin dita parë në studime, e mban mend? Pa. Si do të na kishe përshkruajtur? Nuk e di. Shpejt kaluam. Shumë shpejt. Shumë shpejt, më duket sikur ka ndodhur para emocionin tënd që s'e mban mend. Shumë shpejt kaluan. Dita e parë ka qenë, si di, për mua ka qenë pak e stresuar, ndoshta edhe nga vetë fakti që unë pak ma vonë se dita e parë u fuga në instrumentin e violës dhe kam qenë konfuze. Po mund të mbaj mend shumë mirë ditën e parë edhe orën e parë me profesor Blerimin edhe kam qenë e motivuar, shumë e motivuar për punë edhe për të vazhduar më tej. E bukur shumë. Studimet mbaruan. Po. Faktikisht jo, duat të dalë apet të dita parë. Ditën e parë kur ke qenë, apo atë periudhën fillim të vitit të parë, ku e ke paramendu vetëm për 10 vite të ardhshme? Ose cili është skena jote e preferuar botërore që do doje ndonjë ditë të performosh? Shumë. Domethënë, normalisht si çdo instrumentist, ne synojmë Berlinin, synojmë Vjenën, po domethënë me mundësi që i kemi dhe me punë, çdo gjë është e arritur. Nuk ka kufi, në përgjithësi muzika nuk ka kufi, ajo që ka arrijet me punë, me instrument, edhe me çdo profesion tjetër, nuk ka ndales. Unë për vete, plani im kryesor deri tash ka qenë t'i mbaroj studimet dhe të mos e kry violën dhe këto 4 vite, mos i përmbylli brenda 4 mureve me komision, po të bëj koncerte në disa qytete. Dhe ky ka qenë synimi im prej në fillim kur fillova me violë. Kam dashur të paraqitem në fund para publikut me aq sa kam arrit për këto 4 vite. Atë që kam patur mundësi ta marr nga profesori dhe ta punoj vetë me forcat e mia, atë ta paraqes para publikut.
Dhe, do me thëmë, fillimisht ky ka qenë synimi im. Tash e kam plan normalisht të vazhdoj më tej me pjesën e dytë të Studimeve master? Jo, është njerë se ne kemi me profesor Blerimin e ndajmë pjesën e diplomimit, e ndajmë në dy pjesë. Pjesa e parë janë këto veprat që i përmenda me recitale dhe pjesa e dytë është vetëm një vepër e cila do luhet me komision. Është më si formalitet. Mandej planifikoj kismet prej në tetor të filloj me studime. Do me thënë, kjo ishte koncert diplomime për para profesor Blerim Grupit, ndërsa në maj diku se qershor do të kesh koncertin ku do të performash për para komisionit. Po. Është ashtu? Po. Në studime master? Studime master... Si ndahen drejtimet? Që ka ndonjë drejtim, a ka disa drejtime të violës? Apo është vetëm një? është viola. Planifikoj të vazhdoj prap me profesor Blerim Grupin. Po ende, do me thënë, nuk e dim, nuk e kemi caktuar sakt ku, mundet në Prishtinë, mundet të shofim. Pse Prishtina? Si ide? Prishtina, do shta për të ndryshuar pak atmosferën, për të ndryshuar ambientin, për të pak jashtë kufive të Macedonisë, qka ka, si ka, qka mund të bëjmë. Kryesisht ajo. E bukur shumë. Më vjen shumë mirë. Kemi disa dhe video, regjia, kemi disa video? Mesa e di që kemi, në qofë se mundet ti ndëgjojmë. Okej, shkojmë me ato video të cilat i kemi, bëjmë si kompilim të gjitha video dhe kthejmë për sërinë studio. Cila vepër ishte kjo? Si hana dhe një interpretim shumë i bukur. Para ishte Valton Beqirit, e dyta Shuman. Shumë, po. Do të dalë tash tek feedbacku i publikut, pas përfundimit të koncertit të Struk, Teto dhe Shko. Si të pretën? Struga, okej, jotja. Struga imja, po, imja i kisha pranë familjarët, i kisha pranë shoqërin, çdo gjë në rregull, gjithashtu edhe në Tetov edhe në Shkup. Dhe kisha dash, do me thënë, pak më shumë për krahje në përgjithësi. Se ne e kemi zakon, kemi qef të ankohemi shumë në Strug ose në Tetov. Jo nuk mbajnë koncerte, nuk ka aktivitete, dhe mandej ka aktivitete, mirë po publik nuk ka. Unë
do me thënë jam mjaft e kënaqur që kam patur përkrahjen e familjarëve dhe të shoqërisë. Mirë, po do me thënë, salla ishte e mbushur, por ishte e mbushur me njerëz të cilët unë i njoh. Nuk ishte dikush që ka ardhur prej kuriozitetit të dëgjohë. Nuk ka rëndësi, unë do me thënë, a kam një biografi në një bagazh muzikor shumë të zhvilluar. Kemi zakon të ankohemi, mirë po kur paraqitet një mundësi për ta ndjekur një koncert, qoftë i imin ose qoftë i cili do instrumentist ose një ekspozit, interesi është i vogël. Kështu që unë do të kisha dasht që qatë një orë që vendosim të dalim të apim një kafe, mund të andajmë që shkojmë të ndjekim një koncert, se në të njëjtën kohë, do me thënë, është një relax, edhe zhvillohesh si njeri, zgjerohet pak njohuria rreth artit, rreth kulturës, dhe këto janë sende të rëndësishme. Po, mjaft të rëndësishme dhe që ja vlen për të parë dhe për të dëgjuar. Sidomos edhe prej muzikantëve, prej atyre që e quajnë veten artista, muzikant, duhet patjetër të ndiqen njëri me tjetrin. Unë jam falemnderuese ndaj familjarëve, ndaj kolegëve, ndaj shoqërisë. Mirë po flasë në përgjithësi, flasë edhe për koncerte tjera të cilat i kemi organizuar, qoftë për dikë tjetër, për shembull ne kemi pas pianistin Shkëlzenin, e kemi patur edhe në Strug. Është problem, duhet sikur pak të zgjohen edhe të tregojnë pak më shumë interes për artë. Unë them që periudhën e fundit kemi filluar të zgjohemi ne si popull. Kemi filluar me evenimente të ndryshme, kemi filluar me koncerte të ndryshme. Pisho faktikisht kemi qenë prezent dhe vetë në pastel kemi pas shumë mysafirë dhe kemi pas shumë tema. Tetova posaçërisht ka pas një vit për plot aktivitete të cilat kanë qenë të më të ndryshmeve. Mirë po ka nga ata të cilët parapëlqejnë muzikën. Edhe ka para nga ata. Mirë po ne pajtohemi edhe me ty që duhet të ngrihet një. Jo, unë jam plotësisht dakord, do me thënë jemi të shku drejt asaj. Mirë, po do kisha dash televizin me hapa pak më të shpejta. Nëse duam ne të arrim Europën, nëse ne synojmë perëndimin, ne nuk mund të vazhdojmë të ecim me këto hapa. Ne duhet patjetër të zgjohemi edhe të ngrejmë vlerat, të vlerësojmë atë që është për të vlerësuar. Mendimi im. E bukur shumë. Siana, të falenderoj unë ty për zemërsisht që ishe pjesë sot e pastelit, të uroj shumë suksese dhe nuk dyshen atë si të tuaj di dhe shpresoj që të shohim në për skenat botërore. Pse jo? Faleminderit. Na bësh krenar të gjithë neve. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që të kishim Siana. Tani Genti me çfarë do vazhdojmë? Po, ishte bisedë shumë e këndshme me Sianën, e cilja gjithmonë ka qenë faktikisht mysafire e pastelit dhe ka dhuruar bisedë, faktikisht kemi bërë bisedë shumë të këndshme. Ne urojmë gjitha të mirat Sianës dhe shpresojmë edhe një herë them të shohim në majat e faktikisht në majën e karrierës së saj, në skenat botërore. Dhe tash do të vazhdojmë me diçka tjetër, por me çka do të vazhdojmë, nuk pja u zbulojmë tash, do t'ja zbulojmë vetëm pak më vonë.